Për 5 orë deputetët diskutuan për procesin e antarësimit vendit në Bashkimin Evropian, proces i cili mbështetet nga gjithë krahët e politikës shqiptare, por ndasit mes dy kampeve ishin të dukshme edhe sot. Në emër qeverisë shqiptare, ministri i jashtëm Ferit Hoxha deklaroi se nuk ka bllokim procesit negociatave, duke përsëritur premtimin se vendi do të antarësohet në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Zyrtarët më të lartë të BE-s, përfshirë shtetet anëtare, kanë theksuar në mënyrë të përsëritur her pas here se duhet ruhet, se nëse ruhet ritmi aktual i reformave dhe i përmbushjes së standardeve, ky objektiv i antarësimit të Shqipërisë në vitin 2000 brenda periudhës 2030 është absolutisht i arritshëm. Partia Demokratike dhe kryetari i saj Sali Berisha sqaroi se opozita shqiptare mbështet procesin e integrimit të vendit në BE, por sipas tij procesi duhet të jetë i bazuar në merite, aktualisht Shqipëria nuk plotëson kriteret përveç kriterit strategjik. Sipas Berishës, korrupsioni është sot pengesa kryesore në procesin e integrimit. Po në Bruxelles, ju damkosët, si që jeni, korruptor, Edi Rama dhe Lubi Balluku, janë bërë famëzi në Bruxelles dhe në çdo kancelari europiane. Janë bërë famëzi, sepse Edi Rama u detyrua se s'po përdor shprehje tani, t'i fshi këpucët Lubi Ballukut, kur ajo nxori të gjithë dosjet. Sali Berisha, i cili deri pak muaj më parë ka qenë një prej kritikëve më të fortë të reformës në drejtësi, akuzoi socialistët se hodhën poshtë reformën, ditën që votuan kundër kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas tij, kjo votë ka bllokuar progresin e Shqipërisë në rrugën e integrimit. Dhe ju që flisni sot për integrimin, o hipokrit, pa nuk keni ju që votuat për Lubi Ballukun, o hipokrit? A nuk keni ju që me mandatet tuaja thika bllokuat prokurorinë dhe i futet thikën reformës drejtësi? A nuk çfarë do diskutoni ju sot, më thoni mua? Por pavarësisht debateve dhe akuzave që palët shkëmbyen në sallën e Kuvendit, ata gjetën gjuhën e kompromisit për rezolutën për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Maggjoranca angazhohet të sigurojë kushtet për pjesëmarrjen e plotë të opozitës në veprimtarinë parlamentare, të respektojë kërkesat e saj në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit. Opozita angazhohet të sigurojë pjesëmarrje të plotë në veprimtarinë parlamentare në përputhje me standardet demokratike, me kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit. Të dyja palët angazhohen për forcimin e dialogut politik.